Kisha pas qef një përgjigje prej Albin Kurtit me na tregu prej kuj po tutën që po mojnë seanca natën. Kish me qenë shumë e rëndësi se po mdoket që po tutën fort sa i përket seancës. Nderuara kryetare, edhe në këtë moment kur po flas, unë halas kam pranu ftesë për pjesëmarrjen këtë seancë. Dhe jam e bindur që askush prej krejt deputetëve nuk ka pranu ftesë për thirrjet kësaj seance. Na ka ardhur një mesazh, hajdeni se kena seancë në ora 8, mesazhi ka ardhur 7:47 minuta, 13 minuta para 8-ve. Na jemi sot këtu, po sot nuk kemi marrë askush ftesë me shkrim dhe qysh e përcakton protokolli i kuvendit. Doni me thonë ndoshta dikush këtu që është seancë e jashtëzakonshme se u bonomi, edhe pse kur gjë nuk është e jashtëzakonshme, çdo gjë është e zakonshme. Kur gjë s'është ka ndodhur në Kosovë. Krejt çka është ka ndodhur në Kosovë është që për 2 javë rresht e kemi pa përpjekjet e Albin Kurtit që në Kosovë ta instalon një sistem totalitar. Deputetet ta tërheq vrejtjen për përdorimin e kësaj gjuhe dhe të lutem për mbaju rendit të ditës. Unë të falenderoj shumë për tërheqjen e vrejtjes, veç tregom ku gabova. Besoj e din shumë më mirë se une. Tregom ku gabova, cila fjale imja ishte fjale jo parlamentare dhe unë kërkoj falje, të lutem. Sa i përket çështjes së jashtëzakonshme, du me bo edhe një herë me kthy në kujtesën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kur në Skenderaj, vërshimet e rrezikonin jetën e qytetarëve, kur nuk funksiononte asgjë në Skenderaj, kjo qeveri, këta njerëz hezitonin, të lutem se është krahasim